Një mëdhazonja zotri, rrethi katror, me cilën e mbyllim të diellën për sot, sepse sot darkë kemi prap Top Arenën me Albatros Rexha mi mbrëma, Fred Saku mi mbrëma, Rizar Tajon mi mbrëma dhe Vledi Mane. Na duhet një kompliment Manush për programin, kompliment edhe për gjithë kolegët edhe për ty personalisht. Jo vetëm se na përmend her pas here kryeministri, por është programi që ka paraprirë shumë gjërave. Që nga Mirë, po duhet kemi kujdes se mos jo, në qëndrimi jonë shumë i ftohtë edhe shumë miqësor me komunitetin, me njerëzit. Ne për shembull kemi reflektimi demokracisë shqiptare. Kemi përfaqësuesit tanë në gjithë këtu. Rizarda shkon për ditë, Fredi mbajti një fjalim brillant që i udhëzoi politikisht dhe mbi ato gjurmë ata po vazhdojnë dhe jam i sigurt se vazhdojnë. Gjithashtu si gjë pozitive në por duhet jemi të kujdesshëm sepse interesi kombëtar mbi të gjitha mos bjem në një lloj kurthi që nuk arrin ta kuptoj. Mirë, po kryeministri duhet na tregoj se që a është rrethi katror apo katrori rreth. Se kjo u bë çështje. U bë çështje. O Fred, është rrethi katror apo katrori rreth? Këtë ndihmë mund t'i japësh vetëm ti kryeministri. Po të dyja mund të përdoren. Kuptimi është që janë 4 veta të cilët janë të barabartë dhe atë barazinë e siguron rrethi. Pra rrethi i 4 vetave, do më të futur në rreth, pra që janë gjithë barabartë. Po dhe kuptojnë ata filozofinë tonë këtë 5 vjeçar apo duhet presim? Kjo është idea. Kjo është filozofi. Po mund të thuhet edhe katrori rreth, do më thënë 4 veta të cilët janë të barabartë. Edhe ndoshta mund të jesh këj si rekomandim për kryeministrin që në këtë kohë turbulencash, që në menimin tim këto nuk janë gjona shumë serioze, janë normale për një demokraci, sepse s'ka dhunë, s'ka, domethënë. Kjo është e vërtet. Deri tani kjo është e vërtet. Edhe në Shqipëria po ja jep një leksion demokratik krejt botës, por në situatat e tilla është mirë që të aplikohen edhe modele të këtyre që quhet trupave këshilldhënës. Domethënë të një tryezë të barabartëve ku ulen dhe shkëmbehen mendime. Domethënë është mendoj që është e udhës për udhëheqësit e shtetit që të krijojë një trup këshilldhënëse. Vetëm pozitive ka kjo. Trup këshilldhënëse me njerëz me autoritet në shoqëri, të pangjyrosur politikisht, që duan atë dheun edhe që të shkëmbejnë mendime. Kjo është një rol që përpara e kanë kryer akademitë e shkencave. Në akademitë e shkencave, në vende serioze, kanë dhënë ide, programe, analiza. Apo të urtë diku. Ose këshilli të urtëve. Demokracitë e konsoliduar kanë senatet, kanë senatorët, politikanë. Këshilli të urtëve ose këshilli u Turakut. Se i thu kështu? Po çfarë këshill të urtë, ata e kanë mendjen të ushtrojnë pushtet absolut. Ato këshillat janë ligjore, jo këshillimore. Duhet një krye shteti, siç është presidenti, i cili të ketë me ligj, me kushtetutë, të ketë këshillin e vet presidencial, ku të vendosen rregullat se për çfarë do flas presidenti. Për këtë thotë të shkojmë drejt kësaj pra, të shkojmë drejt kësaj. Jo, po kjo është këshilli i mortit Tresa, ku pranojnë diktatorët marrin mend vetëm me diktaturën e ligjit. Me ligji mbi të gjitha, por mbi të gjitha çfarë vjen para ligjit? Rama nuk ka diktator. Shqipëria është një vend i bukur sepse punohet, pushohet, protestohet, edhe ndërtohet. Jepi. Dhe emri veçantë i ndërtimtarisë është kontakti. Farka po kthehet në një nga zonat më të kërkuara të Tiranës dhe pikërisht këtu po ndërtohet rezidenca Balada. Apartamente 1+1 vetëm 75.000 euro, pranë liçenit të Farkës dhe me akses së shpejt në Unazën e Tiranës. Ajo kombinon qetësinë e natyrës me afërsinë me qytetin. Kontaktoni në 068 20 49 444 ose web adresën kontakt.al. Faleminderit Kontakt. Rim ke aktualitetit e bashkë me që nisëm ku do dohet ndaleshe? Patjetër, se evitojmë dot protestën. Veçanërisht heqja pjesërisht e non gradës së Sali Berishës tregoi se po ngjizet koalicioni i ri Rama-Berisha për të shkatruar protestën, për të larguar George Sorosin nga bulevardi i Tiranës dhe tashmë duket më së qarti që amerikanët po i vesojnë te ky koalicion i ri. Berisha në protestë dhe vazhdimsinë e familjes në mbajtjen e partisë, Rama në qeveri me qeverinë e tij gjysmë të kriminuar dhe gjysmë gati të inkriminuar, pra interesat amerikane u prekën, u tronditën për gati 10 javë, dhe ashtu siç ndodhi në Spanjë, siç ka ndodhur në Serbi, soroisët, në përgjithësi shoqëria civile dhe politikanët
sidomos e Shqipërisë socialistme të pakënaqurit e tyre. Po ta vësh re, për shembull, kemi gjysmën e bashkive të Shqipërisë që protestojnë, kemi njerëzit e pakënaqur të administratës, njerëzit e Damianit, të Elisës, të Erionit, kundërshtarët. Shumë diapazonin se. Ndaj ka shumë njerëz. Unë si gazetar po tregoj për shembull, unë si gazetar po tregoj që aty mes protestuesve ka dhe gazetar që deri dje bënin fresë qeverisë, paguheshin nga qeveria. Dhe tashmë, ose sidomos nga pushteti lokal. Ata vështirë ikin me vrapta se duken sinkon kur era Vizalia. Tingëllojnë kejtë u prishin punë tyre. U prishin punë tyre. KPD-ja, gjithë shërbëtorët e regjimit komunist ikin KPD me vrap se ndjen erën ata dhe kanë frikë. Tani kur shik Albatros, kjo historia e Sorosit qëndron për ty. Ka një përplasje në mes të evropianëve dhe administratës aktuale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rreth asaj që më ndodh në Shqipëri, e cila ka kaluar tashmë dhe në përmasa të ashpra, sepse qarqet caktuara evropiane, disa linja në Gjermani, jo të gjitha, disa linja në Gjermani, disa linja të tjera në Bruxelles, gjithju, mendojnë që nuk duhet ketë prani kaq të fuqishme amerikane me biznese edhe me familje të fuqishme në Shqipëri. Dhe ata janë lidhur në një koalicion me të bajtën ekstreme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se Partia Demokratike në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka disa fraksione. Koalicionin e kanë me fraksionet që janë shumë në të majtë, që janë të lidhura me vërtet me fondacionin Soros. Është që të cako, pra ekstremi majtë me Sorosin e ka thënë gjithmonë. Kemi atë, unë nuk mendoj që Soros është kudo. Por aty ku është në këtë rast është e qartë se Fred Abrahams ishte i pranishëm në Shqipëri dhe vazhdojnë të jetë, pastaj kemi përfshirjen e Lea Ypit edhe elementeve të tjerë të majtë. Kjo gjë dhe ka eskalu tash dhe më tutje që edhe në një shkallë më lartë. Ai Fred është mik i Shqipërisë me rezultat. Nuk do më thënë ai që s'është mik i Shqipërisë. Ke parasysh, po ata mendojnë që Shqipëria duhet të ketë një orientim tjetër. Disa të tjerë mendojnë ndryshe. Liberal, më të pavarur nga Amerika, më kupton. Këte kanë ndodhur dhe vetë se shoqëronte dikur Artan Puto dhe është 97-ën, apo shkruas shumë i mirë i gjërave shqiptare në kohën për orën e komunizmit. Po, në fond për orientimin strategjik të Shqipërisë vendosin shqiptarët, është debat i mbrëmshëm, mund të fitoj ky krah, mund të fitoj ai krah. Aty ne nuk mund të dim, por në fund vendosin shqiptarët dhe çfarëdo që të vendosë shumica e shqiptarëve, ajo edhe bëhet. Por nuk është fair nga disa qarqe evropiane që tash Shqipërinë e vogël ta bëjnë, domethënë, mish për top për agjendat e tyre ku ata dhe nuk guxojnë të shprehen. Duhet të jetë shumë. Edhe mendoj që në këtë pikë, pasi të kalojnë këto trazira, këto turbulenca, këto gjëra do të diskutohen. Për shembull, udhëtimi që bëri zoja Elisa Spiropali, e cila është një nga 140 deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Nuk është krye parlamentare, nuk është kryetare e komisioni. Bundestagun gjerman. Edhe shkoi në Gjermani dhe Vangel Dule shkon çdo javë parlamentin grek edhe s'përbën lajm. Fakti që ajo prit në ato instanca është, domethënë, deklaratë politike nga gjermanët nuk japin foto-op, domethënë një fotografi domethënë ata u bën palë. Me këtë, u bën palë në luftën e pa deklaruar të mbrëmshme në Partinë Socialiste. Pa, është serioze kjo lufta e brendshme partisë? Nuk është serioze, sepse për të bërë serioze duhet të dalin haptas ata që dojnë ta bëjnë atë luftë. Për momentin ka njerëz që, domethënë, e gjuajnë gurin dhe e fshehin dorën, por nuk e di sa kjo gjë është në interesin e gjermanëve që ata të dalin kaq haptas edhe të poziciononin një çështje që nuk është e tyre. Konspiracion për të konspiracion apo jo? Atëherë. Rizarta, diku më pyetën në një intervistë jap një epitet për ty dhe thash Rizarta jon, do të ngeli ty Rizarta jon. Edhe unë ndjem shumë e vlerësuar njerëz që ulën në Zavolin dhe që vlerësohem nga të gjithë ju këtu pa diskutim. Në fakt unë kam pasur një javë shumë të angazhuar me protestën, sepse unë jam zodit atje 4 orë që keni. Dhe një hishite na përfaqësove në mënyrë dinjitoze. Faleminderit shumë. Do doja shumë të kisha folur më shumë më lirshëm sepse sa Bledi jemi në demokraci, por Bledi nuk e respekton gjithmonë faktin e të qenit në demokraci. Gjithsesi, Bledin e ka kjo. Jo, Bledi e ka me... Do të nxjerrë qeverinë e re të këtyre, do ta lexoj pastaj. Po jo, jo me Pilincin, mos u bëj çështja. Jo, s'e Pilinci. Jo, është një qeveri që e ka krijuar Bledi. Atëherë mbaroj falë. Atëherë po thoja që
po thoja që kam pasur një javë të angazhuar me protestën, nuk e di pse kam dëgjuar dhe shikojmë përpjekje që kësaj proteste po mundohen që t'ja zbehin gjithë madhështinë e saj, duke thënë që po përçahet, apo janë munduar shumë që t'i humbin edhe qëllimin kryesor të iniciativës pse kjo protestë po bëhet. Në fakt protesta ka marrë një hond të madhe ndërkombëtare, shumë media të mëdha si CNN, ka shumë faqe të ndryshme me miliona followers që po postojnë për këtë protestë, edhe është bërë një po postojnë me gënjeshtra. Nuk po postojnë me gënjeshtra absolutisht. Cilat janë gënjeshtrat Albatros? Për shembull janë ato videot ku dëgjohen të shtëna mitralozin nga mrapa, Shqipëria, të gjitha postimet të gjitha. Molotovët e domethënë gatrimi, protestat e Spanjës. Të gjitha kanë folur në mënyrë shumë të mirë për protestën. Tani media është e mirë për ju. Media ka qenë gjithmonë e mirë për ne. Ju keni dalë me parulla kundër gazetarëve. Mos më drejton mua, mos më përfaqësoj veten time gjithmonë. Po ti je zotën se protestës këtu, s'kemi njëri tjetër. Pra po mos të kemi. Përfaqësoj veten time. Nuk po flasim për tjera, po flasim për rëndësinë që media e huaj. Pa po proteston ndërkohën tash mund të protesto atje, protesto këtu. Kamana, mon tash. Protesto atje, protesto këtu. Edhe Bledi le të proteston pa. Ta mbaroj. Albatros më përgjigj se pak më parë që jemi në demokraci. Thej që kemi të gjithë të drejtën tonë që të shprehim mendimin lirshëm. Atëherë pse do shqetësoni demokracinë? Kemi të gjithë të drejtën të protestojmë njëjtë. Ti proteston atje, ne po protestojmë kundër teje këtu. Ç'a holli ke ti? Mirë, da të më hona. Hallin e ke ti që gjithmonë sulmon, ti dhe ti që gjithmonë sulmoni. Ne po ta ndurojmë protestën ty, tash na durohet ti protestën neve. Ta janë pikërisht përfaqësuesit e denjtë të gjithë atyre që po mundohen që t'ja ulin madhështinë kësaj proteste. Sepse sipas tyre të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa kafshë janë më të barabarta se të tjerët. Sipas Shoqja Jorida vazhdon akoma, po ja ku nuk di çfarë emri deputetit ju vendos se jeni në niveli i fundit. Te kam nga populli. Sa më shumë të sulmojnë këta aq më shumë lart. Po kjo rritet më tepër bashkë, madam më thon. Sidoqoftë tani meriton goca. Ti po del si luanesh përballë dy domethënë tash, aman, ti do të vetë lutëm. Unë kam mundësi të dal në pas. Se mbaroj mendimin. Bledi ta mbaroj. Mos e mbaroj se lat. Mbaroj mendimin lutem. Po i ku filli se gjithmonë mbaroj se nuk dua që të thuash i ku filli. Po flisnim për protestën, e tham madhështinë e protestës, pastaj gjatë kësaj jave kemi pasur edhe tentativat për ta zbehur, po edhe shpërqendrimin e vëmendjes, siç u bë edhe nga kryeministri, duke sulmuar influencerat apo duke sulmuar gjithë njerëzit që po japin zë kësaj proteste. Jo, unë ndal atje në shesh çdo ditë dhe unë shikoj njerëz të palodhur, njerëz që kanë shpresë dhe çdo ditë numri akoma po shtohet i kësaj proteste. Nuk është se njerëzit po ti pra ata influencerat që paguhen me lek në dorë, kryeministi ka të drejtë aty. Cilat janë influencerat që paguhen? Në Tiranë jemi këtu tash ti. Okej, domethënë Tiranë jemi këtu dhe i ndimë e njohim gjithë. Jam të thon ty. Po them ty sepse ti ke deklaruar që ti i kryen detyrimet e tua ndaj shtetit dhe ne krenohemi me ty. Edhe për ata që krenohemi me ty. Edhe dërsa për të tjerët, domethënë që dalin në për intervista dhe thonë protestë. Jo, në protestat janë një tim dhe janë taksat e mia, bëja një kështu. Nuk kam se ta bëj sepse siç ta thash edhe te Grida, ja t'ja shpjegoj se nuk më ta mbaroj te Grida, siç ta thash. Edhe te Grida nuk më trembë më debat, është pjesë e programit. Ka një tentativë shumë edhe të ulësh që ti të për taksat këtu. Jo, kjo në rregull është, si tha Kursaj, kjo në rregull, kjo e ka deklaruar, na flasim për të tjerët. Se më kanë akuzuar për Izraelin e Sorosit dhe mbaroj mendimin tim. Ora jo frustrimet që keni ju ti në rreth. Atyre që frustrimet i kanë këto atje, jo këtu. Unë të kisha frustrime, kisha vajtë protestë. Isha zbrazur protestë. Po i di që ti e i kënaqur me gjithë gjërat që ndodhin. Çdo njeri që del në protestë është qytetar, nuk ka nevojë që të ketë një titull. Unë nuk dal si influencer, unë nuk kam se dal me niptin tim në duar. Ti sapo ma the. Jo, me qenë se ju unë dal si qytetare, kam të drejtën time të jap mendimin tim, kam mendim të lirë se jam në demokraci. Dhe çdo mendim dua të më dëgjohet. Akuzove kryeministri Rama sepse po sulmon influencer dhe ti thash në shenjë transparente me shoqet e tua thuaj nipti dhe taksat dhe mos na ka më fal me nderën se kemi korrekte kaq. Pikërisht për këtë po flasim, po mundohet që të zhvendoset vëmendja, nëse nuk diskutohet problemi dhe nëse nuk jepet përgjigja e thirrjeve. Merrin qaf kështu. Atëherë di pse? Ja, energjia që me kundër kësaj gjë, grini çik më të kujdes. Atëherë energjia që ju po investoni për të ka dalë në arenë aty, më gabim e di më vonë, mos e trajtoj si fëmijë i vogël. Mos e trajtoj si fëmijë i vogël. Kjo është protestuese.
Kjo ka dalë në shesh, kjo përbollet me qeveri, tash mos e trajto që s'ka energji kjo. Mo do të s'po i bën derë. Lutem, domethënë kjo, fala. Ti më trajton si një gjë, kjo s'është kuko. E Rizarda, nuk e kuko, nuk është kuko. E kuptoj që zëri i vërtetës e drejtës është aq i fuqishëm. E vërteta jote, Rizarda, e vërteta jote, nuk ka jona. Vërteta relative, vërteta është relative. Po të them nëse diskutohet, problemi me këtu është pikërisht kjo që po bëjmë tani, po diskutohem unë, pse po dalë nuk po diskutohet arsyeja pse unë kam dalë atje asnjëherë, në asnjë moment. Po diskutohet të javë çfarë kërkojmë transparencë, kërkojmë të dëgjoj. Ti jeton keq? O i dashur. Ti ke thënë fitoj 4.000 euro çdo muaj, ti. Ti fiton 4.000 euro çdo muaj. Çfarë problemi ka këtu? Çfarë problemi ka këtu? Po shko te unë dua të dalë të them, nuk dua të shkatërrohet natyra. Nuk po i thot ai çfarë arsye po proteston. Ju s'pelini. Ne thuaj arsyet, Rizarta, ne thuaj. Fillimi i protestës ishte mos shkatrimi i natyrës, i zonave të mbrojtura. Ne kërkojmë transparencë, pse nuk po na jepet përgjigje për projektin, për fillimin e protestës së pari, pastaj të vazhdojmë që ta analizojmë, ta zgjidhim situatën apo çështjen. Nuk e kuptoj pse po bezdisen tani që ne po dalim. Sepse ne nuk besojmë në mbrojtjen e natyrës që beson ti. Ne nuk besojmë në këtë agjendë ultraliberale të mbrojtjes së natyrës që e ke ti. Sepse mbrojtja e natyrës është një temë e rëndësishme për Europën. Jo, është agjendë ultraliberale. Ne duam të hyjmë në Europë, parimi kryesor që Europa nuk po dua këtë Europë që po do ti më fut. Unë nuk po dua. Nëse Europa don që unë jemi varfër. Më fal një sekond. Sorry, I don't want to. Ta thash atë ditë Grida, si përmetar që jam mbërco për të mbrojtur lumin Vjosa. Ti si Dursake, e çuar në një protestë në Durrës? Si vetë të amfiteatri? Asnjëherë, 0. Ku i kemi një tregon? Sa ke folë asnjëherë? Madje unë kam bërë shumë lektyra se sa bëj politikanë. Nga vetja, nga qyteti jot, pastaj shkon në zbërthë. Mbroj Evropa. Mjaft se dim si jeti. Po thosh tani që natyra është preteksti, ka më shumë gjëra tjera që të bëjnë. Ata huajt thon Vjosa, lumi i vet i fundit i egër. E ku janë lumejt e egër të tjerë në Evropë? Kush i zbuti ata? Ju dështen ata jeta mirë, donin luks, donin vende pune, donin zhvillim. Nuk bën Shqipëria. Kur ti kthejnë lumejt e vet ata në gjendjen e egër, si i kanë pas, ne na shesin men neve. Po leba kjo është me bërë eksperimente me një pik vend, një pik vend, që me lërë më zhvillu. Jo me thonë çdo. Europa me Amerikën. Natyrës, djede ambasadori, mbroj pelikanin. Leta mbrojnë pelikanin Gonzato në vend vetin atje. Jo këtu. Jo më është debati bukur. Nuk kemi kundër zhvillimit, nuk kemi kundër zhvillimit, por ai zhvillim, ai resort, çdo gjë që po bëhet projekti mund të ndërtohet në një vend tjetër. Jo, ku do e bëjmë? Do bëjmë në Daj. E dua natyrën time, dua ta kem aty. Ama ti je një nga 3 milion shqiptarë. Sako, çfarë ndodh të nënveshme? Ju lutem lejni Cako ta thot tani gjëra që do i dëgjojmë për herë të parë. Kemi energji tash më kap edhe me Cakun po. Cako na thot gjëra që çfarë. Jam dakord tash sa dëgjojmë. Speci nga makro. Edhe nuk më pëlqevi ky debati, kështu që ndërpreni vazhdimisht vajzën, edhe është disa të herë që e bëj. Sa na kenë në prej ti 6 vjet s'kemi thënë gjë po. Jo, është pjesë e debatit, arena. Kjo është arena e debateve. Unë s'ndërpres njëri. Kur ndërhyn ti, pastaj mund të kemi pasur edhe kryqëzime. Turpi mall për zot. Po këta kesh duan të gjejnë ta bëjnë. Manush, unë nuk e shikoj kështu. Unë e shikoj në një tjetër këndvështrim. Nuk bëhet fjalë këtu për Flamingo dhe për vetëm për këtë. Këtu protestat janë sepse ajo ngjarja e Zvërnesit është thënë nga shumë studio që e derdhi kupën. Dhe njerëzit janë të pakënaqur sepse nga qeverisja, sepse janë të papërfaqësuar. Sa kohë kemi ne që flasim këtu për këtë qeverisjen e kryeministrit Rama dhe për dështimin e demokracisë për shkak se në Shqipëri, e cila është një demokraci e re, ku në vitet e para kishte një pjesëmarrje të madhe në votime, ra pjesëmarrja për shkak të zhgënjimit dhe një pjesë e njerëzve ikën u larguan, kurse një pjesë që ngelën këtu gjithnjë më shumë u kthyen në 2 lloj elektoratesh amorfe. Njëra ishte elektorat gri që shkonte nga një parti në tjetra dhe votonte për atë që i dukeshe më mira për momentin, jo për interesa, po për një ndjenjë kombëtare, sepse fëmijët e tyre jetonin këtu, dhe kjo është një nga pjesët më të bukura të elektoratit shqiptar, po ata nuk kishin zgjedhje tjetër. Kurse pjesa tjetër nuk votonte. Tani ç'a ndodh?
Tashi në vitin 1990 pse ndodhi përmbysja? Sepse kishte një shtresë të madhe antikomuniste që ishin të papërfaqësuar në atë sistem dhe ishin të persekutuar. Dhe kjo shtresë mbeti prap e persekutuar për shkak se të dyja partitë kryesore u kapën nga Ramiz Alia me njerëzit e vet. Dhe këta menduan se ja hodhën. Dhe sipas vendimeve të plenumit fundit të Komitetit Qendror që u mbajt, sipas Katovicës, Ramiz Alia tha që ne do t'i përzem të gjithë ta që janë kundër nesh, ne kemi aftësi të bëjmë disa qeverira, qop nga e majta, qop nga e djatha, kemi tha kuadro, dhe një nga mesazhet që u dha aty është që ne kemi marrë pushtetin me grykën e pushkës, do ta lëshojmë me grykën e pushkës. Qa do bëjmë ne? Midis tjerave, a i tha, ne do mbajmë sistemin e drejtësisë dhe do t'ju japim ca letra në dorë këtyre dhe do vërtiten gjithë kohën gjykatave. Dhe për 20 vjet, 30 vjet ne nuk do t'ja u zgjidhim çështjen e pronës dhe do t'i dëbojmë nga vendi. Tani, sot që po flasun, nuk ka një inventar në këtë hipotekë të pronave shtetërore, nuk ka. Shkojnë institucione si kontrolli lartë i shtetit dhe është një fatkeqësi që nuk ju japin akses ty në kompjutera dhe të kontrollojnë se çfarë bëhet me tokat, me pronat e shqiptarëve, sidomos me pronat shtetërore. Cilat janë pronat shtetërore? Ka një inventar apo jo? Këta kanë arritur me arogancën e tyre në absurditete të tilla antiligjore, sa del një Denar Biba para ca ditësh në Komisionin e Ekonomisë, edhe është kryetari Komisionit të Konkurrencës, dhe del dhe thotë që nuk mund të vi kontrolli lartë i shtetit na kontrollojnë ne, sepse ata kanë profesionistë jo adekuat, jo të përshtatshëm për nivelin e punës që bëjmë ne. Dhe ata nuk kanë kapacitete për të na kontrolluar ne. Kur aty kontrollohet thjesht ana ligjore dhe si shpenzohen parat, që janë gjëra shumë të dalim nga thelbi. Po jo, s'po dalim nga thelbi. Këto janë, domethënë, aroganca e madhe e pushtetit bëri që të dalin njerëzit në rrugë. Nuk funksionojnë mekanizmat check and control. Nuk ka balanca të pushteteve. Ka vetëm një mbret që bëhet çfarë thotë ai dhe që të gjithë dalin Eduard Trokasi. Tashi, çfarë janë këta patronazhistët që mbështesin mbretin e tyre edhe kur ai bën veprime kundër interesit të madh të shqiptarëve. Këta janë pasardhësit e atyre që kanë qenë dikur internacionalist dhe sot quhen globalist. Dhe për këta nuk ka rëndësi atdheu, nuk ka rëndësi jeta e shqiptarëve këtu në Shqipëri. Mjafton që këtu të mbeten 700.000 shqiptarë, të vinë ja 700-800.000 të pasur të tjerë nga vendet e tjera dhe të vinë dhe ja 2 milion punëtor dhe shqiptarët mund të largohen dhe të kthehen minorancën në këtë vend. Dhe këto politika janë duke u zbatuar. Mirë po, dolën fëmijët e atyre që ishin pa kënaqur kryesisht në vitin 90, dolën pjesa e elektoratit gri që nuk kanë shumë pozicionim. Në protestë danishme? Po, në protestë danishme, gjithë pjesa e elektoratit gri ka dalë në protestë dhe kanë dalë dhe të zhgënjërit e Partisë Socialiste, të cilët pjesa e patriotëve, të cilët kanë dalë t'i thonë Tiranin ndal. Tashi, e keqja është këtu. Ai ka thënë që edhe 5.000 vetat dalin, edhe 500.000 vetat dalin, ne tha do bëjmë atë që kemi nisur. Tashi, çdo të thotë në qoftë se dalin 500.000 veta në shesh. Si e përkthejnë ti, sa elektorat mund të kenë këta 500.000 veta? A mund të quhen këta populli në qoftë se janë shumica e votuesve? Se 500.000 veta po dolën në shesh, do të thotë që janë, po ti shumëzosh me 3, do të thotë që janë 1,5 milion vota. Pra ti edhe për 1,5 milion vota nuk pranon të negociosh me këta, pra këtu ka rënë demokracia dhe është vendosur, hapur diktatura. Tashi, cili është peizazhi i politikës në Shqipëri? Edi Rama ka marrë, nuk e di, sa kishte marrë në ndihmoj 650.000 vota, zgjedhjet e fundit? 83 deputet. 800.000 vota. 800.000 vota. Në qoftë se dalin 1,5 milion, ata bashkë me Sali Berishën nuk i kanë ato 1,5 milion vota. Pra, këtu ka 4 faktorë në politikën shqiptare. Sot, në këtë realitet, kanë qenë 3, që në fakt mund t'i quanim 1, dhe janë bërë 4. Kush janë? Janë 3 faktorët e brendshëm, është për mua është populli që është në shesh, që është shumica, janë edhe 2 partitë e mëdha që
Të dyja së bashku nuk besoj që kalojnë mbështetjen popullore që kanë ata që dalin në shesh. Tashi këta të dy që janë pakica dhe që janë pozita dhe opozita zyrtare, këta kanë mbështetjen e ndërkombëtarëve. Pse Berishës ju është non grata dhe kur ju është Berishës non grata? Stop. Pse Berishës ju është non grata? Me këtë nisim bombën e pjesës dytë. Po përpara freskojmë pak. Patjetër, jo vetëm tani, por në çdo moment të ditës duhet të freskohemi me premium Balajtiza. Mund të zgjedhemi midis 5 shieve fantastike siç janë premium tonic water, premium cola, premium orangeade, lemonade dhe premium rosé. Janë të gjitha të krijuara me ujë natyral mineral nga burimi Lajtiza. Kanë dizajn, freski, shije dhe të mos harrojmë as në kohë proteste që janë 100% vegane. Po pse thot ai ti nuk je ëmbël këtë vitem? Ku ke pati Albatros më të ëmbël se? Jo, more, se kemi ashtu. Ke pati më të ëmbël se mund ta shohin të bukurën të tjerë. Kemi duke e vlepsu brokurinë saj këtu. Në ngacmoj. Ishte gjithçka në këtë pjesë të parë. Pjesën e dytë këtu, bomba e Cakos. Pse uoq non grata e Berishës, diçka që s'e kemi dëgjuar këtu. Ja takojmë pjesë e dytë të dashur miq, bomba është gati, po më përpara mos harroni kur ju të ndroni dyert e brendshme të shtëpive, ato janë vetëm fall doors, që janë izoluese, janë me cilësi, raporti çmim-cilësi është i jashtëzakonshëm, partneri rrethit katror, janë ato dyert që të shkëpusin nga çdo gjë, edhe nga zhurmat e protestës. Apo të fusin. Këtë e di vetëm Lizarda. Fall doors. Pjesë e Arredo Fab. Cako. Kena bërë rrethin zënës protestës apo çfarë më burse, s'po të morë vesh ne aty. Se. A bledi? Se. Nuk kam përshtypjen që rrethi u bë zënës i protestës. Ne po promovojmë. Ne jemi krenar që kolega jon është përfaqësuese në protestë. Edhe ne po diskutojmë me të, kjo nuk ka e vogël, morni. Ka asgjë të keqe, po them. Edhe ti kur të dalësh ti në protestë, Cako doli? Tash do dalësh edhe ti. Kur të më preket, qofse nuk transmetojnë në ndeshje futbolli do dal. Qofse thonë që do ndalohet transmetimi këtyre ndeshjeve. Ti po shkon në arena. Arena bomb. Cako të lutem, pse i uoq non grata Berishës, gjë që s'kemi dëgjuar në asnjë studio. Të lutem. Dëgjoj. Do marr një ngjarje paralele që ka ndodhur në Shqipërinë greke në vitin 2018 e ngjashme me këtë, ku disa kompani sionistësh kërkuan të investonin për turizëm në një pjesë të Çiprës dhe Çipra greke i lejovi. Deri në atë kohë Gjuish kishte më pak se 800-900 rezident banor aty. Në Çipër. Në Çiprën greke. E disa ka sot, ka qenë viti 2018, duke filluar nga viti 2022-2023, numri tyre është mbi 15.000, po mund të jetë dhe mbi 20.000 veta, dhe është kthyer në një shqetësim të madh për të gjithë popullatën e Çiprës greke. Por duke qenë se Kyriakos Mitsotakis është një marionet e sionistëve, ashtu siç është dhe Edi Rama një marionet e sionistëve. Po kujdes, atje ka zhvillim në Çipër. Po, shiko, djalli duke buzëqeshur vjen. Nuk vjen duke qarë. Qartë. Më kupton. Sjellin zhvillim, kudo që janë si maja e bukës, dhe në fund toni kemi ne të gjitha. Më mirë djepi bosh se shetani brenda. Tashi, këto teritore ne na i kanë lënë të parët tanë. Nuk mund ta quash një popull të tërë djallë. E thash njerë, Rioli, Durrësi, Sazani me Zvërnecin, edhe ndonjë gjë tjetër më poshtë, fillon kafshimi dal nga dal dhe merret gjithë bregdet. Dakor, tashi non grata. Pse erdhi, siç e analizoj unë. Në fillim, ditët e para, Sali Berisha ishte në një frekuencë deklaratash me Edi Ramën. Po. Investimit do vazhdoj, mbështesim investimin bashkë me ato televizionet e veta dhe me ata sharlatanët që i drejtojnë. Dhe dolën kundër protestuesve. Mirë, po nuk menduan që kjo do merrte kaq shumë masivizim. Dhe kur e panë që nuk ndaleshe uragani, thanë dale të fitojmë këta Sali Berisha, dale të fitojmë nga kjo, të përfshihemi një armik që se mundim dot, të bëhemi me ta, dhe të hymë dhe të marrim ne aty pushtetin. Mirë po, kjo lëvizje shqetësoj
administratën e Trumpit, e cila në presionin e Jared Kushnerit dhe sionistëve që duan të kontrollojnë Otranton, i bëjnë presion Trumpit që të qëndrojë mosmbështetës protestuesit. Tashi, në diplomaci, shtetet e fuqishme nuk kanë frikë t'i tregojnë anësinë e tyre. Në qoftë se ambasada amerikane, shteti amerikan, do ishte me protestuesit, ajo zëdhënësja që është aty, ajo e ngarkuara me punë, do deklaroj hapur në mbështetje siç ka bërë Bashkimi Evropian. Dhe analiza që u bë këtu ishte pak a shumë e saktë që Bashkimi Evropian është me protestuesit dhe kundër investimeve. Tashi, kur Berisha filloi të theshte që të demonstrojnë dhe Partia Demokratike pa simbole brenda me këta, Trumpi u shqetësua dhe tha do rëzohen investimet dhe tha si mund të tërheqim Sali Berishën nga kjo nismë dhe i kanë ofruar direkt Karemin, i kanë thënë ne të heqim non gratën, ti ke dy gjëra që mund të bësh, o distancohu prapë qëndron në qëndrimin e parë, po kjo do dukeshe do të nxirrte Berishën shumë sharlatan që brenda një periudhe të shkurtër të ndronte 3 herë qëndrimet, atëherë këta kanë zgjedhur rrugën që PD-ja bashkë në koordinim me PS-n të hyjnë brenda lëvizjes dhe të marrin në dorë kontrollin, ose në qoftë se marrin dot, atëherë në qoftë se Edi Rama detyrohet të dorëzohet, atëherë këta përgatitin që kontrollin duke marrë PD-ja aty, të rikthehet prapë PD-ja në pushtet dhe investimet. Katovica 2026 me pak fjalë. Po, kjo është pak a shumë. Ajo që është më shqetësuese Manush, sepse ndonjëherë duket sigur ne kemi vënë gjoksin rreshtit të parë të protestës dhe nuk duam që këta të vazhdojnë rrugtimin e tyre. Është shqetësuese edhe ne personalisht, edhe unë emër të rrethit, kemi shprehur mjaft shqetësime për skandaloze harta e gjyqësorit në Shqipëri. Një fshatar Tropoje dhe një fshatar Përmeti i duen të çojnë çështjen në gjykatën e apelit ose në Tiranë ose në Lush. Qytetet dhe qendrat të tjera të banuara nuk kanë më gjykata të shkallës parë, nuk kanë më gjykata të apelit. Për shembull, nëse ty të vjedhin lopën në frashët e Përmetit, ti do shkosh të bësh 8 orë rrugë më këmbë të bësh denoncimin në policinë e Gjirokastrës, sepse Përmeti s'ka as prokurori. Dhe ajo që është më shqetësuese sa ta mbaroj, Skënder Hitaj, drejtori i policisë, ka gjetur 2 polici. Çdo qytet në Shqipëri ka policinë e shtetit, ka dhe policinë e krimit. Ke komisariatet shtetërore, ke komisariatet private. Kemi rastin e policisë në Sarandë, kemi rastin e policisë në Shkodër, në Vlorë. Pra, ti nëse shkon kallëzon në policinë e shtetit, policia e shtetit raporton kriminalit dhe kriminali mbaron me njëherë punë me ty. Mund të përmendesh dhe spitalet, një lloj. Pra, ha dhe ka tani, kjo është logjike si bisedë. Albatros, më bëj një pamje më makro të gjës, po më fut se element dashurie ti ke gjithë historinë. Jo, tu dashurinë, s'kemi ku e futin, po. Kur ju hoq statusi non grata një kriminali si Milorad Dodik në Bosnjë, i cili bë thirrje haptas për zhdukjet popujve tjerë, mbathirje fashiste, edhe njeri për cilin ka histori nga më ndryshme të përfshirë ato të lidhura me krimin organizuar, që janë të dokumentuar, po e lëm, krimi s'o fare me rëndësi. Hajde, por bë thirrje për zhdukjen e 2 popujve, domethënë shqiptarëve dhe të bosnjakëve. Çfarë tregon kjo? Edhe kur ju hoqën atij si rezultat i lobimeve, i legëve dhëna, domethënë aty pak bën në sinkron me ato që thot Sakoja, sepse ai kishte disa avokat që ishin pjesë, domethënë asaj që konsiderohet që përfaqësojnë Izraelin në Amerikë të ngjashme, domethënë kjo është vërtet një ndërthurje. Kur ju hoq non grata atij, nuk ishte më kuptim të mbahej domethënë sanksioni Sali Berishës, dhe mendoj që kjo është gjë e mirë. A ka këtu një kalkulim, sepse ata thonë që nuk i është hequr non grata. Se s'ka lexime aty. Po, nuk është lexim, është proces. Domethënë kemi bërë një lehtësim për arsye të interesit kombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai mund shkojnë në Amerikë tani. Po, mund shkojnë në Amerikë. Zhurmën e bërin publike. Që domethënë është në fazën e vëzhgimit. Edhe familje. Është në fazën e vëzhgimit. Por spaku ditën tjetër i arrestoi bashkëpunëtorin e djalit. Nëse këto janë histori tjera. Jo, e kam fjalën që shiko, situata nuk është më në dorë të një individi apo të një fuqie. E ke parasysh si është bërë Shqipëria? Mirë, po rim pak më makro si thot Albatros. Edhe kështu që
ka këtu elementet të asaj që ideja është të relaksohet pak qëndrimi i ashpër politik që Partia Demokratike filloi ta kultivoj ditët e fundit. Por një gjë ta kemi të qartë, sa është ky investim, sa është në interes të investitorëve, në këtë rast atyre që vinë, ku është dhe interesi i shqiptarëve që të futën këto lekë dhe të bëhet ky zhvillim këtu. Ta kemi të qartë, duhet pa edhe anën tjetër të medaljes. Thua për 4 miliardë që domethënë anën tjetër. Pak shumë lekë është sepse po si dëgjoj në futboll 10 miliardë janë dhe bëhet gjithaj luftë. 4 miliardë mirë është të vinin në Shqipëri. Me rregulla patjetër, ë? Do të bëjë një paralelizëm me Serbinë. Është një gjë që këtu do të thonë sepse ka njerëz që dalin kundër investimit, por ka dhe njerëz që janë pro në këtë vend. Edhe matjet të tregojnë këtë gjë. Si mund dalim mos 4 miliardë euro në Shqipëri. Nuk dua ti në një mënyrë të butë, kundërshtoj kolegët në këtë tavolinë që flasin për masivitetin, madhështinë e protestës. Unë kam marrë pjesë në shumë protesta. Protesta masive, e madhe, goditse, është ajo protestë ku në qytet i ke vetëm 2 kategori njerëz. Njerëzit që janë në rrugë dhe duke u përballë me policinë dhe njerëzit që nuk guxojnë me dalë nga shtëpia. Edhe nuk ke ti njerëz në kafene, në restorane, me bicikleta, në punë të vet, do në ki protestën 10 metra më tutje njerëzit e vazhdojnë jetën. Po ka qytetarë. Kjo tregon që protesta nuk e ka paralizu jetën, nuk e ka paralizu jetën, ose ka paralizu jetën. Në momentin kur paralizohet jeta, policia ndryn. Këtu duhet kemi kujdes, sepse unë tani kam filluar të kem frikë me këto hotelet që turistët do të tromben. Qofse bëhet radikale gjëja. Kanë filluar njerëzit kanë filluar të bëjnë. Po radikalizu gjëja, turistët që flamet të tromben. Kanë filluar njerëzit të bëjnë anulim. Jo, turistët nuk kanë frikë, madje mbështesin shumë dhe duan ta vizitojnë Shqipërinë akoma më shumë për gjithë shembull që kanë treguar jashtë. Unë mendoj se protesta do zgjasi deri nga Vjeshta. Jo, se besoj thua ti. Mund të bëjë një paralelizëm me Serbinë. Emigrantët dhe turistët që do vinë për pushime në Shqipëri, do ta bëjnë. Po, një ditë do vinë këtu para se të ikin në plazh. Kanë ardhur qytetanë në protestë me ne. E ke parasysh si këto do thoj Rizarta bëjmë bashkë. Do të bëjë një paralelizëm me Serbinë sepse ka pasur një situatë të ngjashme pikërisht me të njëjtat persona me Xharet Kushner, tek kanë dashur 1 milion veta në Serbi. Kanë dashur në 2024 kanë dashur të bëjnë një investim tek zona e mbrojtur që ishte u anullua pastaj. Që anulluan me muaj. Ishte zona e mbrojtur, ishte një monument kulturor. Për monument kulturor, si do ditë çka do fol. Ajo ka qenë tesa e Ministrisë Mbrojtje, që ka udhëheq masakrat në Kosovë. E ke parasysh ti? Edhe domethënë ata kanë konsideruar që nëse ndërtohet aty, po mbulohen gjurmët që ata e quajnë krim ndaj Serbisë. Ki kujdes ka i zgjedh metaforat. Ke shumë kujdes metaforat, domethënë. Ata kanë thënë që nëse vinë amerikanët edhe e rregullojnë këtë ndërtesë, po e shefin simbolin e domethënë ka dhënë. Sa ko mbyllim çfarë do thoj, se s'kemi kohë. Jo, do thesha diçka. S'kemi kohë. Albatrosi tha diçka që sot janë 2 kategori njerëzish në rrugë. Kjo është e vërtet. Kur proteston populli, është kështu siç thot Albatrosi. Po kur populli nuk e dëgjojnë, fillojnë protestojnë turmat. Dhe pastaj ka njerëz që mbyllen në shtëpi dhe njerëz që të dunshëm që dalin në rrugë. Tashi, ne po flasim hipotetikisht. Por këtë nuk është Rizarta, atje është sigurt. Hipotetikisht, ç'a mund të ndodh? Ose protestën e marrin në kontroll këta në bashkëpunim të dy dhe me mafje dhe me dhunë dhe me mbështetjen e shërbimeve sekrete tuaja, si Mossadi dhe tjera, që janë të interesuar shumë për të marrë Otranton, se atë janë 3600 bunker antibërthamor në ishullin e Sazanit. Ka kilometro të tëra poshtë, ka një port për nëndecet që i ka bërë ish bashkimi sovjetik. Për atë vend Krushovi ka thënë, kur ka ardhur që e ka vizituar, nëpërmjet kësaj unë kontrolloj deri në Gibraltar. Po, është vërtet. Të gjitha perandorit, perandoria romake, perandoria bizantine, perandoria turke, theshin kush kontrollon Sazanin, kontrollon gjithë tregtinë e Adriatikut. Ke vajtë ndonjëherë ofreta shikosh? Otrantos. Unë s'kam lënë pa to delirime një ishull i vogël që bunker ka bunker përballë nga Italia. Për të s'kam këtë lutet, se bëni një vizitë. Janë 2 rrugë se si mund të ndiqet. 1 dhe 2 shpejt më jep.
ti themi 3 llafe, se nuk prishnojmë punë, po e shty me 3 minuta. Jepi. Çfarë duhet të bëjmë për mendimin tim protestuesit? Atje ka disa lloj fluksesh. Ata duhet të zgjedhin një përfaqësi organizative që të jetë e artikuluar vazhdimisht dhe të jetë e deklaruar. Shteti në këtë moment Edi Ramës i lind detyra që të marrë masa për t'i siguruar atë përfaqësi dhe duhet t'u lërë në dispozicion gardën dhe njerëzit e saj që ata të mos kenë presione, dhe të përfaqësojnë lirshëm të pjesë të popullatës. Unë kam ftuar, se unë i kam miq shumë prej tyre, i kam ftuar në podcast dhe shumë prej tyre janë të friksuar dhe kam këtu mesazhet që më thonë, Fredi, jemi të kërcënuar, nuk kemi frikë të dalim. Pra, aty ka filluar të ketë rrezik për jetën. Një personazh më ka thënë nuk dua të bëhem Azem Hajdari 2. Po ti vajte folës të bëri filluar të tremben, manem. Po ja ku e kemo dëshmi e gjallë. S'kemi kohë, Fred, do të lutem. Kjo nuk është drejtuese atje. E para ka folë më parë me të gjitha. Dhe tash ka 2 rrugë për ata. Edhe për këto 2 palët. Cilat janë rrugët shpejt? Ose do zgjidhet në mënyra fatgjate dhe me durim, duke negociuar populli, ose në qoftë se ndodh kjo që ai thotë edhe 500.000 unë si pyes, pastaj kam frikë se këta 500.000 do kthehen në turm dhe do t'japë pasoja të mëdha për lajmet në Top Channel, sot mbrëmje Top Arena, qëndroni gjithmonë me ne. Futboll